Po fillojmë me një recetë të ushqisë tepër të shijshme që ja vlen ta provoni sepse shijon shumë. Karrota me zharana, receta më e mirë. Fillojmë. Fillimisht për ta përgatitur këtë recetë, unë po përdor rreth 2 kg speca, njihen si zharana, pra jam pa djeg, edhe vetëm 2 speca djegës i kam shtu. Tash vazhdojmë edhe specat, pasi i kam pastru mirë me ujë, ja largojmë bishtat, farat, të gjitha specave këtu pra, siç po i shikoni, pra të gjitha farat, sa më mirë mi ja largu farat është më e shishme. Po të nëse i mbesin pak fara, nuk është problem. Pra do të përdorim speca qara ose zharana. Pra mbaret si njihni. Pasi të përfundojmë, edhe krejt i kena prej, ja kemi largu farat, bishtat, tash hapi tjetër që duhet me bë është specat me i nda kështu në pjesë më të vogla, si këtu në video. Do me thonë krejt specat i marim edhe i ndajmë në pjesë të holla të vogla. Është një nga recetat e mia të preferuara, provoni edhe ju dhe jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqeni shijen. Të gjithë specat po i ndajmë kështu, në këtë formë, pra siç po e shikoni edhe këtu në video. Edhe pastaj specat do i fusim në furrë për t'i pjekur në temperaturë 200 gradë. Dhe tani po vazhdojmë edhe specat po i fusim në furrë në temperaturë 200 gradë. Për afërsisht për 20 minuta ose 30 derisa këto të fillojnë pak të zbuten. E derisa të piqen specat po e përgatisim karrotat. Për këtë recetë do të përdorim 1 kg karrota. Pra unë i kam marrë vetëm disa karrota këtu sa për t'ju demonstruar se si duhet t'i përgatisni karrotat, pra do t'i kalojmë të gjitha në rende. Edhe pasi të përfundojmë me karrotat, atëherë edhe specat besoj që do t'i kemi gati, tash specat pra janë pjekur, kanë një aromë tepër të mirë, provoni recetën sepse vërtet ja vlen ta provoni. Tash i shtojmë karrotat, pra 1 kg karrota, ose 2 pjata me karrota. Shtojmë një tufë majdanoz, që e kemi bërë apo përgatitur më herët. Kam shtuar edhe hudhër, dykon 4 deri në 5 thelba hudhër, të cilët i kam coptu kështu imët, pra i ndani në pjesë më të holla, një gotë të çajit ose 120 ml uthull, 120 ml vaj, mandej shtojmë 2 lugë të gjellës me kryp. Po vazhdojmë edhe po e përzim specat, karrotat, që krejt kombinohen sa ma mirë. Vazhdojmë edhe i përzim me lugë, kështu e marrin edhe krypan, pastaj mund t'i lëm që këto pra të qëndrojnë nëse doni, për 15 minuta, kështu me kryp, edhe pastaj t'i mbushni kavanozat, pasi t'i kemi përzier. Tash i mbushim kavanozat, pra do i mbushim mirë duke i shtypur me lugë. Edhe krejt në fund do i shohim sa kavanozat do të na dalin me këtë recetë. Pastaj do të vazhdojmë edhe me hapin tjetër në përgatitjen e kësaj turshie, ose ta quajmë si një sallatë tepër e shishme. Po e vreni që tash veçma i kemi mbush kavanozat, edhe kur i shtypim nga pak lëngu ju del mbi. Tash vetëm se do i mbyllim me kapak të ri, gjithmonë turshijat duhet me i mbyll me kapak të ri, që pastaj edhe të vakumohen më lehtë
edhe kështu mos na prishen. Mandej marrim një tenxhere ku kemi shtruar letër, shtojmë ujë, i kthejmë përmbës, pra edhe i lajmë që të vloj kavanozat për 15 deri në 20 minuta në temperaturë mesatare, pra kështu. Po e vreni edhe në anën tjetër, jam duke i zier edhe shtalbat, sepse tash veç jemi në periudhën e shtalbave. Edhe kështu pra, i leni që të vlojnë për 20 minuta, mandej i largojmë nga uji ku i kemi zi, edhe tash i kthejmë përmbës, kavanozat i afrojmë afër njëri tjetrin që ta mbajnë nxehtësinë, edhe kështu të nesërmen do t'i kontrollojmë a janë vakumu ose jo. Gjithmonë i mbuloni me një batanie të trash që ta mbajnë nxehtësinë më shumë edhe të vakumuhen, mos të kena nevojë me përsërit procesin e vakumimit edhe një herë. Mandej do t'i ruani në një vend të ftohtë. Pra do t'i kontrolloni a janë vakumu kapakët, edhe nëse janë vakumu, i leni në vend të ftohtë, në bodrum, s'ka nevojë me i mbajt në frigorifer. Mundeni me një herë me fillu me hangër këtë turshi ose këtë salat, pra të nesërmen, edhe ju them se vërtet ju knaq. Edhe shija pak djegës është fantastike. Provoni recetën edhe ju, pastaj na shkruani në koment. Mirëmbëjtje.